Më ka ardhur një pyetje për ndamjen. Mikena, është mirë të ndahesh? Babi im e ka një fjalë, e ka përmend sa herë. Thot, me dikonin një kafe me pi, vetëm një kafe, që nuk të shkon muhabeti të duket sikur me qenë një vit. E imagjino të jetosh me dikonin që ti nuk kuptohesh. Unë njoh shumë njerëz, si në rrethin tim njoh, si në shoqërinë time që janë bashk, por me të vërtet nuk janë bashk, por janë bashk. Sa për sy e faqe, sikur themi në Shqipëri. Aty nuk i ndihmoni askujt, por ju them shumë të drejtën, nuk mundesh t'i thush askujt ndahu ose rri, as fëmistan. Por në momentin që ti mëson me dasht veten, me akceptu veten tone, me fal veten tone, atëherë ti nuk ke menet me një person që ti nuk përshtatesh më. Jo për ta shajt atë person, që ai person është më i mirë apo ti je më e keqe, por ti e don kohën tone dhe nuk ja fal më gjithkujt. Nuk ja fal më. Tashti, ndoshta ka me thonë shumë, kjo dashuria ndaj vetës, e pak se zhurëm, kjo dashuria ndaj vetës, por me të vërtet, kjo dashuria ndaj vetës na mëson me e fal veten, na mëson mos m'ja dhon kohën gjithkujt, na mëson që jeta jonë është e rëndësishme, dhe jo fjalët e njerëzve, sepse njerëzit kanë me fol sa herë. Sa herë kanë me fol, sikur këtë lëkurën e varur të syve të mi, që mu nuk më zhduk ndonjëherë problem, por secili e shef ndryshe. Duhet kuptoni që ti duhet të pajtohesh me atë vendim, jo dikush tjetër, jo çfarë thonë tjerët. Sepse nëse ju e merrni një vendim unda, dijeni që ju keni me qenë ai që keni me kalu çdo sfidë. Normal ka me pas njerëz, kanë ju ndihmu dhe ju keni me kalu ato shkallë ndoshta që janë vështira. Por ma në fundit ti je ai person. Do me thënë, duhet mësohesh që të mundesh të rrish me veten tone, vetën. Që të besosh në jetë, të besosh në Zot. Dhe lutja ime është sa herë, Zot ti e din rrugën time. Nëse është për mu, ma hap këtë rrugë, dhe nëse jo, atëherë jo. Ju përshëndes.